Ju përshëndes të gjithëve. Kam hapur këtë live, sepse mendoj që ishte gjëja më e drejtë për të bërë, se sa të bëja një video edhe ta shpërndaja nëpër rrjetet sociale. Mendova të hyj live në këtë orë për të folur pak me ju, sepse realisht jam shumë e gëzuar nga gjitha përpjekjet tuaja, ndihma që më keni dhënë kur kam qenë brenda tek ferma, komentet, mbështetja edhe ka qenë një suport i jashtëzakonshëm. Faleminderit për të gjitha fjalët e jashtëzakonshme që keni shkruar nëpër komente. Jam realisht shumë mirënjohëse, aq sa jam emocionuar nga fakti që kur dola pash që kisha gjithë këtë mbështetje nga ju. Shumë faleminderit Erlinda. Faleminderit shumë. Edi, Ermal, Ada nuk të harrova. Do flasim shumë shpejt. Berisha, Zelka, faleminderit, Etleva. Shumë faleminderit Suela Sheu, faleminderit Neti, faleminderit My Tourism, Mirjan, Selbrik, shumë faleminderit gjithëve. E di që nuk u prit mirë me të drejtë dalja ime, edhe unë nuk e prisja, të them të vërtetën, që do dilja dje. Pavarësisht se, unë kam hyrë me vonesë edhe ndoshta disa njerëz mund mendojnë që është jo e drejtë pretendosh finalen, po unë besoj që finalen çdo njeri e pretendon sipas aftësive të veta, karakterit tij apo asaj që përfaqëson. Megjithatë, unë nuk u mërzita që dola, jam shumë sepse e di kush ishte më e bukur te ferma, kur ja aty brenda në lojë do të vazhdosh të rish, sepse të kap ajo gara, ajo dëshira që të shkosh deri në fund, pavarësisht se unë e di që Moza do fitoj. Po s'fitoj Moza, nuk e di, pastaj do bëjmë protest për Mozën. Por nuk pretendoja fitoren absolutisht, po besoj se po, mund kishte njerëz të tjerë që janë shumë arrogant, shumë bullizues, siç ju i keni parë, siç i kam parë dhe unë para se ty, apo i keni parë dhe më vonë, njerëz të vegjël që s'kishin pse vazhdonin rrinin, po sipas produksionit kështu ka vendosur publiku. Nëse publiku ka vendosur kështu, unë do pranoj atë që ka vendosur publiku, por nga komentet në rrjetet sociale, nga mbështetja, nga telefonatat, nga njerëzit që më kanë ndaluar sot në rrugë, kam kuptuar që publiku kishte tjetër dëshirë, donte që unë të rria dhe jo që unë dilja, dhe për këtë jam mirënjohëse publikut, sepse edhe fakti që pasi del e lexon këtë përshtypje ose këto impresione të publikut, prapë është një gëzim shumë i madh, zëre se isha në finale, sepse realisht mbështetja e publikut më ka surprizuar kaq shumë dhe më ka bërë të ndihem kaq mirë shpirtërisht, sa që zëre se isha edhe tek finalja, njësoj, do me thënë do isha, ndoshta kjo është më gëzim më i madh të doj publiku. Mendoj që po, ky është gëzim më i madh, që të mbështesi publiku se sa të kapësh finalen. Kështu që s'ka problem. Punë e madhe dhe fort, unë do jem patjetër në ekran, po do jem patjetër në komunikime me publikun, sepse publikun e dua shumë. Edhe shpresoj të arrit të bëj gjëra të bukura që edhe të japin e të përcjellin mesazhe pozitive ose mesazhe frymëzuese, ose të na bëjnë mirë si mua, po edhe atyre që do i shohin gjithë ato që unë do mundohem të bëj. E siç po thoja, e nisa po e ndërpreva, se jam dhe i çik si pa gjumë.
kur ja të brenda të ferma nuk do shumë që dalësh. Ka njerëz që për shembull mërziten dalin, edhe unë jam një nga ato njerëz që nuk e kam shumë qef izolimin. Mirë po, të kap ajo gara po thoja, por në momentin, më bestone, në momentin që del jashtë, nxjerr këmbën jashtë, thua u shqyr o zot që dola. Sepse jeta patjetër është të mungojnë njerëzit e tu, të merr malli të flesh gjumë krevaton, janë të detaje, të merr malli të i përqafosh, të i puthësh njerëzit me të cilët jeton. Po edhe qen ka fantastike që kur del nga aty lexon gjëra kaq shumë të bukura, sa kam lexuar unë për veten, nuk di, domethënë 1 miliard herë faleminderit për të gjithë ato mbështetje. Jam shumë e gëzuar që dola dhe gjeta këtë realitet. Çojmë tani, kam mbetur vetëm 1 javë nga ferma, më pak domethënë gati 1 javë. Të shohim çfarë do bëhet, po loja është shumë pa drejt brenda. Grupi i Liri Sara Romiri më vjen keq, domethënë për ata që kanë treguar anët më të errta të karakterit të tyre, më vjen keq për ato që do gjejnë jashtë kur të dalin, se ferma do mbaroj, ferma nuk vazhdon përjetësisht, asnjë reality nuk është i përjetshëm. Megjithatë, unë jam e lumtur për atë që unë përjetova, edhe jam e lumtur që arrita sa do pak, se okej, nuk isha që në fillim, po arrita sa do pak mu dha hapësira, edhe për këto patjetër që faleminderit Vision Plusit, se mu dha hapësira, mu uftova që të tregoj diçka nga vetja ime që nuk ishte parë ndonjëherë, se unë e Kran kam qenë si që është ekrani që atyre që të është shqe për të punto edhe të kaq. Ndërsa një më po ishte nuk më hynë këto reality në gjef, dhe i lirë të ka reality se më bëj unë nësë bësa si unë ose tuna fantastik që kanë që të regojnë, gjithësi djetë marrë apo s'marrë pjesë në ndonjë reality tjetër që t'jetë bombë fare. Thot, dikush ti e duroja atë Sarën, është e vështirë shumë të durosh Sarën, më besone, sidomos mbyllur në një izolim, se ti është në jetën e përditshme, i thu, ik lër qet, kam jetën time dhe ai shëndet. Po që vjen një pikë që niveli bisedës që bëjnë ai grupi i tyre është aq i ulët sa realisht nuk di çfarë ti përgjigjesh. Edhe okej, është durim, unë kisha ca durim, po nga ana tjetër përveç durimit është edhe si një lloj indiferentizmi për të thënë që o zot çuçi çajm këtu muhabeti që bëni si ja vlen as me i diskutu. Publiku ka votuar për ty, thot, dhe jo për Sarën. Faleminderit me gjithë zemër çdo njeriu që ka harxuar qoftë edhe 100 darkë për mua. Realisht jam shumë një ose nga sociale mës. Për këtë është një video, për të faleminderuar për publikun, faleminderit për votat, faleminderit që ishte mësuar, faleminderit për klikimet, faleminderit që më keni ndjekur, faleminderit për çdo koment të mirë apo të keq, patjetër faleminderit për ato të mirët. Jam shumë gëzuar nga ajo që gjeta që nga më mirë të jashtë, më mirë të gjetuar këto fjalë kaq mbështetëse dhe kaq që më japin shumë kurajo, se sa aty brenda duke dëgjuar gjithë ato budallalliqe, gënjeshtra, intriga që krijojnë disa njerëz aty brenda. Unë tani do bëj tifo për Mozën, edhe as diskutohet fare, por uroj me gjithë zemër që Moza ta fitoj edhe mos të ketë surpriza të shëmtuara ky format,
sepse e meriton edhe ka bërë një mision të jashtëzakonshëm, ajo po që ka bërë një mision të jashtëzakonshëm. Tani do ta mbyll, do jem përsëri nesër me video, me komente. Doja vetëm t'ju falenderoja të gjithëve për mbështetjen tuaj. Ju dua pafund. Më keni shëruar shpirtin. Më keni bërë mirë për shpirtin e për zemrën. Uroj me gjithë shpirtin, me gjithë zemrën më të mirat e botës për të gjithë. Mirupafshim.